I pari që ka bo haq është Ademi a.s. I pari që ka bo haq është Ademi a.s. Pastaj vazhdon, thot, nuk ka pejgamberve se ka bo haq pos Hudit edhe Salihut. Pse? Thot se Hudi është angazhu me popullin e vetë pa besimtar, edhe Salih me popullin e vetë pa besimtar, derisa gati i ka orë vdekja, pastaj i ka dënu Allahu popujt e këtyre dyve dhe nuk ka pas mundësi me shku me bo haq. Por ndryshe pejgambert e tjerë kanë bo haq, që i vjen se dhe Ademi a.s. ka bo haq. Po është interesant se pejgamberi a.s. a ka thonë që s'ka marrë kiameti pa u kthy nga dishilli arabik në gjelbrem edhe lumej që rrjedhi. Çka i vjen kjo? Kjo i vjen që u shkon lumej. Do më thonë edhe qabja, rreth qabës ku është vendi, ka pos ujë bëllëk, ka pos bari sot dushe, ka pos peme, ka pos gjitha këtë. Mirë, po kur ka ndodhë tufani, kur ka ndodhë tufanin kur Nuhit a.s. disa toka i kalon shkretira. Edhe ujë, kur rrini një kod gjatë me një vend, ajo tokë më vdes gati thjesë. E disa toka Allahu i kalon shkretira që ma mës me nxjerr bime, një për ty në është edhe Mekë. Ndërsa Mekën e ka bot shenjt, prej kur e ka kriju tokën edhe qiellin, në anën tjetër po e bën Mekën pa bimë, pa ujë, pa gjitha këto. Për disa arsye.